Ka një javë që televizioni i Bashkim Ulajt po na sulmon shumë keq publikisht dhe a mendon që vjen kjo për shkak se ne kemi mbrojtur dhe ju kemi qëndruar në krah banorëve të Rrjollit? A dyshje ke fjalën? Po. Here e fundi që mu kam ftuar a dyshje ka qenë shtator të vitit kaluar, shumë rrallë na ftojnë me thon drejtën. Dhe unë e lidh patjetër edhe sulmet e përsëritura ndaj Lëvizjes Bashkë, emisionet posaçme shpifse ndaj Lëvizjes Bashkë, me solidaritetin që ne kemi treguar jo vetëm me banorët e Rrjollit, sepse kemi denoncuar vjedhjen e tokave tyre për ndërtuar një kompleks turistik nga oligarku Bashkim Ulaj, po më herët kemi denoncuar dhe jemi solidarizuar edhe me protestet e banorëve për ndërtimin me koncesion të rrugës Thuman-Kashar. Lëvizja Bashkë është vetëm parti që e ka seriozisht luftën e vetë ndaj oligarkisë, duan ta sqirojmë ekonominë shqiptare në mënyrë që çdo biznes i ndershëm të ketë mundësi të përparojë në Shqipëri dhe infrastruktura publike mos jetë kaq e shtrenjtë saç është ajo që ndërtohet me koncesionet e oligarkëve, por po ashtu askush mos guxoj të vjedh tokat e qytetarëve shqiptar, ujin edhe burimet tona të përbashkëta. Të falenderoj. Kënaqësi.